Jemi rikthyer në drejt për së drejti, do të shkojmë tani në një lidhje live me kolegën Razela Muslima, e cila ka ndjekur nga afër për rreth 3 orë konferencën e fundvitit kryeministrit Edi Rama. Përshëndetje Razela, çfarë deklaroi kryeministri Edi Rama për sa i përket SPAK dhe dosjes Balluku? Përshëndetje Nertil. Në fakt fokusi i kryesori gjithë konferencës prej më shumë se 3 orësh në kryeministri me kreun e qeverisë ishte pikërisht drejtësia dhe përballja e Belinda Ballukut, zëvendës kryeministres me drejtësinë. Në fakt kryeministri Rama listoi disa prej atyre që i cilësoi si problematika të sistemit të ri të drejtësisë dhe të drejtësisë së re, ndërsa la të kuptohet sigurisht që kuvendi, tha kryeministri, nuk është një zyrë noterie, duke ju referuar kështu kërkesës së prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, çka do të japte më pas rrugë arrestimit të saj, qoftë në arrest shtëpie apo në arrest me burg, por tha se nuk do të cillet si zyrë noterie dhe do të shqyrtoj çdo element të asaj dosje, ndonse në fakt dosjen e cilësoi jashtë çdo norme të mundshme për paraqitjen që duhet i bëhet deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë në momentin që i kërkohet heqja e imunitetit të një deputeti dhe antarit Këshillit të Ministrave. Kështu që kryeministri la të nënkuptohet se këto 16.000 faqe në dosjen Balluku nuk janë gjë tjetër veç se të gjitha materialet dhe komunikimet së bashku me kontrata apo marrëveshje të ndryshme që ka bërë Ministria e Infrastrukturës apo institucione të tjera, agjenci të tjera në varësi të këtij dikasteri. Megjithatë, qëndrimi i kryeministrit Rama mbeti disi i paqartë se si do të operohet në vazhdim me çështjen Balluku, paçka se tashmë të paktën duke qenë se jemi në ditët e fundit të dhjetorit, nuk do të ketë të reja sa i përket kësaj çështje. Duke qëndruar te drejtësia, po për çështjen Veliaj, pra ku vijon të jetë kryebashkiak i Tiranës, po ndodhet në qeli. Të pa precedente cilësoi sërish kryeministri Rama çështjen Veliaj, duke ju referuar një le të themi problematike tjetër siç e ka cilësuar ai me sistemin e drejtësisë këtu në Shqipëri, që janë paraburgimet e shumta në numër, çka i ka evidentuar, tha kreu i qeverisë, edhe Këshilli i Evropës si një nga problematikat kryesore që ka më shumë të paraburgosur se në burg. Për këtë arsye dhe rasti Veliaj, tha kreu i qeverisë, është pikërisht vazhdimsi e kësaj mënyre të vepruarit dhe kësaj drejtësie që po operon deri më tani, duke lënë të nënkuptohet se ka nevojë për ndërhyrje në kodin e procedurës penale sa i takon çështjes së paraburgimeve, ku u ndal shumë gjatë dhe disa herë gjatë konferencës për shtyp, por po ashtu edhe shpërdorimin e detyrës që do të vi sigurisht të rrjedhoj edhe kërkesës që po bën Bashkimi Evropian për tu bërë bashkë dhe për të ecur në një linjë, pasi shpërdorimi i detyrës ka gjetur një përdorim të gjerë nga drejtësia për eksponent të ndryshëm dhe funksionarë të lartë të shtetit, duke u akuzuar për veprën penale shpërdorimi i detyrës. Pjesa tjetër, Nertil, kanë qenë sigurisht ato që kryeministri Rama i ka cilësuar si arritje të këtij viti, duke u ndalur tek ekonomia, ku tha se ka qenë në fakt ekonomia më e mirë sigurisht se një viti të kaluar, me arritje të shumta, apo duke u ndalur tek investimet në infrastrukturë, në arsim dhe në shëndetësi, për cilën tha që do t'i nënshtrohet ky sektor një reformimi të thellë sigurisht dhe të vazhdueshëm, pasi siç tha kreu i qeverisë, vëmendja ndaj këtij sektori është rritur tashmë dhe do të vijojë një reformim akoma dhe më intensiv. Po përsa i përket protestave të opozitës dhe kërkesave e Partisë Demokratike për dorëheqje të kryeministrit? Pushteti fitohet me zgjedhje, tha kryeministri Edi Rama, fitohet me vota dhe nuk do mund ta marrin kurse si me forcë apo me kërkesat vazhdueshme Rama ik apo Rama dorëhiqu, pasi tha se do të jetë aty për sa kohë ka votbesimin e qytetarëve. Pra kishte një lloj
injorimit, themi kështu, nga ana e kreut qeverisë për nismat që opozita po ndërmerr, duke cilësuar ato ose duke i lënë të nënkuptohet si të pa përfillshme përballë pushtetit që ai ka me 83 mandate, çka tha se nuk e ndryshon dot askush, qoftë për opozitën që ai njeh, ndonse e cilëson drejt fundit, opozitën e Sali Berishës, apo edhe për segmente të reja të opozitës dhe parti të reja që vazhdimisht i kanë kërkuar dorëheqjen kreut të qeverisë. Po për sa i përket shëndetësisë, infrastrukturës dhe sidomos mbrojtjes. Do të vijohet me reforma, tha kreu i qeverisë, në shëndetësi, sigurisht duke u fokusuar edhe tek Instituti i Tumoreve që pritet ngrihet në vendin tonë, për cilin tha se ka një plan tashmë. Është një nga çështjet prioritare, por sigurisht edhe infrastruktura shëndetësore, duke u referuar këtu spitaleve të restauruara apo plotësimit të nevojave spitalore, qoftë me mjete dhe me laboratore shtesë apo me gjitha pajisjet dhe infrastrukturën e nevojshme që do ta ndihmonin sektorin e shëndetësisë dhe do ta ndihmonin sigurisht që të ishte në një tjetër standard të ofrimit shërbimeve ndaj qytetarëve. Përmendi gjithashtu edhe punimet që do të bëhen në qendrën spitalore universitare Nën Tereza sa i përket parkimit dhe zonës komplet sheshit përballë qendrës më të madhe spitalore në vend, ku tha se nuk do të jetë më një parkim, pasi sigurisht që po rikonceptohet dhe po punohet për të bërë një tjetër planifikim urban në atë zonë, ndërsa zona e cila deri më tani është shfrytzuar për parkime, tha se do të jetë dhe do të shfrytëzohet si një lulishte e madhe dhe shumë e gjelbëruar në funksion të shëndetit të atyre që janë të shtruar dhe marrin shërbime në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, ndërsa sa i takon mbrojtjes e cilësoj këtë sektor si në ditët më të mira të vetat ndonjëherë, duke u pajisur sigurisht me infrastrukturë dhe me pajisje logjistike të nevojshme për të kryer dhe për të maksimizuar, le të themi, sigurinë që do duhet dhe mbrojtjen që do duhet të ofrojë, por u ndal edhe tek pagat e ushtarakëve, të ushtarëve, të ushtrisë së Shqipërisë, ku tha se Shqipëria ka ushtrinë më të mirë paguar në rajon, krahasuar edhe me Serbinë, duke premtuar se sigurisht do të vazhdojë të ketë një vëmendje të shtuar ndaj këtij sektori, ndaj sektorit të mbrojtjes, ndaj dhe ushtrisë së Shqipërisë. Mirë, faleminderit Raziela për të gjitha këto informacione që na